Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Në Bruksel, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sërish raportin IBAR për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama deklaron se procesi po ecën sipas parashikimeve. Është tërësisht brenda parashikimeve, nuk ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar, u bllokua, doli ky e doli ai, gjë që çoi deri në daljen e flamujve të Gjermanisë në krahët e molotovarëve. Rama tha se është bërë progres në prokurimet publike duke ulur kontratat me një ofertues nën mesataren e BE-s. Në Shqipërinë e vitit 2025, numri i prokurimeve për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e Gjykatës Evropiane përcaktohet se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian është 14%. Sali Berisha nuk është tërhequr nga deklarata ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, pavarësisht reagimit zyrtar të Brukselit që i cilësoi sulmet si të papranueshme. Në një konferencë për shtyp, kreu i Partisë Demokratike tha: Në mënyrë absolute, çdo gjë që kam thënë e kam patur dhe e kam debazuar të paktën në 2 ose më shumë burime. Nuk kam asnjë dëshirë të polemizoj. Kam respektin më të madh si për Komisionin Evropian, për Parlamentin Evropian, për përfaqësuesit e vendeve anëtare. Po s'mund të pajtohem kur me akte të papranueshme. Të vërtetat unë nuk mund t'i fsheh. Nuk do isha ky që jam. Majoranca e opozita u përplasën në Këshillin për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin lidhur me ndryshimet në rregulloren e parlamentit e që lidhen me procedurat e miratimit të ligjeve të integrimit evropian. Socialistët argumentojnë se kushtetuta lejon procedurat të përshpejtuara për ligjet e përafrimit me Bashkimin Evropian. Taulant Balla. Kushtetuta ta ka përcaktuar cilat nuk bëhen me procedurë përshpejtuar. Ligji për shtetësinë, për shembull, që kishim rastin apo kodet, por kushtetuta as tek 81.2 as tek 83 nuk t'i ka përjashtuar ligjet me procedurë, ligjet e parafrimit legislacionit. E përpasoj, kufizimi që vetë kuvendi ka vendosur, ne mendojmë që duhet ta heqim. Opozita paralajmëroi se ndryshimet cënojnë transparencën dhe konsultimin publik. Gazmend Bardhi. Kjo cënon transparencën, cënon konsultimin e duhur publik, cënon mundësinë e përfshirjes shoqërisë civile dhe bie ndesh me sugjerimet apo këshillat që Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti Evropian i ka dhënë Shqipërisë. Diskutimet u shtyn për të gjetur një formulim konsensual në Këshillin për Rregulloren. Top Albania Radio. Seanca e dytë në themel ndaj Ilir Metës u shoqërua me debate pasi gjykata rrëzoi kërkesën e mbrojtjes së tij për transmetim live. Kjo me arsyetimin se krijon presion publik e mediatik. Më herët gjatë ditës apeli rrëzoi kërkesën ish presidentit për të liruar nga paraburgimi. Ndërkohë, Monika Kryemadhi kërkoi t'i vihej në dispozicion të gjitha përgjimet ambientale dhe telefonike të Spakut që i ka marrë të pandehur për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie lidhur me aferën CES-dia dhe lobimin e LSI-s në SBA. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rritet alarmi ndërkombëtar pas shpërthimit të hantavirusit në anijen turistike MV Hondius. Një shtetas amerikan dhe një grua franceze rezultuan pozitiv me virusin Andes, si vetmi lloj hantavirusi që transmetohet nga njeriu tek njeriu. Deri tani janë regjistruar 3 viktima, ndërsa 10 pasagjerë po evakuohen dhe vendosen në karantinë. OBSH-ja thot se rreziku global mbetet I ulët, por autoritetet po monitorojnë nga afër situatën në ishujt Kanarie. Instituti I Shëndetit Publik sqaron se në Shqipëri nuk ka asnjë rast me hantavirus. Që nuk ka vend fare për panik, absolutisht për panik, jo vetëm Shqipëria që nuk është fare e rrezikuar, por gjithë kontinenti evropian. Risku dhe për Shqipërinë dhe për kontinentin evropian është shumë I ulët. Kjo nënkupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve, asnjë lloj kufizimi dhe të tregtisë. Duke u nisur nga shpërthimi në fjalë në anijen turistike, lloji I brejtësit që është rezervuar për virusin të ashtu quajtur Andes nuk ekziston në kontinentin evropian dhe as në Shqipëri.
Një mjeku arrestuar në Korçë pas denoncimit për ngacmim seksual të një paciente e 21 vjeçare. E reja do t'i nënshtrojë një ndërhyrje për apendicitin, ndërsa gjatë vizitës ka pretenduar se kirurgu 72 vjeçar Nikola Nunka e ka prekur në vende intime. Spitali e pezulloi mjekun, për të cilin babai i vajzës tha se e pagoi për ndërhyrjen. Lajme nga rajoni. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë Kaja Kallas konfirmoi se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore pse prej kohësh nuk ka pasur një raund të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Gazetarëve ju tha se ka gatishmëri si nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për një takim në kuadër të dialogut, por se shpallja e zgjedhjeve të reja të parakohshme në Kosovë ka shtyrë sërish procesin. Lajme nga bota. Irani tha se përgjigjja e tij ndaj planit amerikan të paqes ishte bujare dhe racionale, por presidenti Donald Trump e etiketoi si të papërshtatshme. Media shtetërore iraniane raportoi se Teherani e hodhi poshtë propozimin e fundit, se siç theksoi, ky do të ishte dorëzim ndaj kërkesave të tepërta. Presidenti amerikan akuzoi Iranin se ka luajtur lojra me SBA dhe botën për 47 vjet, duke shtuar se Teherani nuk do të qesh më. Ndërkohë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se lufta nuk ka përfunduar, përsa ko Irani vazhdon të mbajë rezerva uraniumi të pasuruar. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 3% në mungesë të një marrëveshje nga Irani. Nafta e papërpunuar Brent e kalon $100 për fuqi, WTI rritet me 4.6% në $99.89. Gazi natyror po rritet gjithashtu me 1.71% në €44.9 për megawatt orë në Amsterdam. Ari kundërshton trendin, duke rënë me 1.34%. Art dhe kulturë. Vepra Princa të Lilit, bijtë të arbrit familjar të sultanit e studiuesit Thomas Frashëri është shpallur fituese e edicionit të 5 të çmimit Lumos Kënd, organizuar nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit. Juria e vlerësoi studimin për qasjen origjinale dhe trajtimin bashkëkor të historisë shqiptare, ndërsa ceremonia solli edhe kujtesën për trashëgimin kulturor të Mithat Frashërit në 100 vjetorin e librarisë së tij historike. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti vijon me kthjellime dhe alterime vranësirash mesatare, hera herës deri të dendura, ndërkaq në veri, qendër e në relievet malore në lindje dhe jug nuk mungojnë rreshjet e shiut. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Merisilda Doku. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.